Ministrin në detyrë i bujqësisë, Fatun Peci, ka komentuar deklaratat e kryeministrit Albin Kurti gjatë fjalimit në Shesh, pas fitores së zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku Kurti përdori gjuhë të ashpër kundër kandidatëve duke i quajtur disa prej tyre hajvan. Peci në një intervistë në Të Shtat tha se Kurti nuk i është referuar një parti të tërë, por një individi specifik nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili sipas tij kishte bërë premtime jo reale dhe të papërballueshme për buxhetin e vendit. Ai mohoi se komentet fyese të Kurtit ishin drejtuar ndaj kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku apo kandidatit të PDK-s për kryeministër Bedri Hamza. Referimi ka qenë kryesisht për një individ, nuk ka qenë për një parti politike. Njëri prej eksponentëve të DDK-s, Dashti Ferizajt, ka bërë disa premtime dhe disa pika të programit të DDK-s, që i ka shpëlos, e në disa pika thjesht ka qenë një vlerësim që ai ka dhënë zotime publike për koston financiare për buxhetin e ardhshëm, sa që projekcioni për buxhetin e ka tejkaluar edhe vetë pjesën e brutë të produktit. Nuk mendoj që ju ka referuar Hamzës dhe Abdigjikut, ka thënë Peci. Sipas Pecit, duket se Kurti është penduar për ato deklarata. Tash as kryeministri Albin Kurti nuk është i lumtur, pse e ka përdorur një shprehje hajvan apo hajvand, ka theksuar Peci. Koalicioni ynë fitues do ta formojë qeverinë e re, pra Kurti 3, dhe në këtë mënyrë ne do të vazhdojmë me ato punët të cilët i kemi nisur, por edhe shumë të tjera që janë përputhje me zotimet tona. Besoj që qytetarët e Kosovës e kanë dëshmuar suksesshëm rezistencën e tyre edhe kundër një lufte të papar hibride që është bërë kundër koalicionit ton, me që rast oligark, sidomos njëri prej tyre, kanë shpenzuar para pa hesap, kanë kërcënuar punëtorët dhe gjithashtu kemi pasur premtimet më absurde të mundshme në këtë fushat, të cilët kanë krijuar një atmosferë iracionale, por përkundër të gjitha këtyre populli fitoi vetëvendosja, ne jemi subjekti i parë, subjekti fitues, i cili do ta formoj qeverinë e ardhshme. Besoj që nga rezultatet preliminare, sepse nuk i kemi ato përfundimtare ende, të gjithë kanë të qartë se ata që dolën të dytët dhe të tretët, edhe po të mblidhen bashk, nuk bëjnë sa vetëvendosje. Vetëvendosja fitoi.